sigurisht që ne si qytetar dhe si pacient ndonjëherë edhe mund të jemi të ndihshëm karshi situatave të caktuara ose komunikimit të caktuar. Por nuk e përjashtoj se ka komunikim jo të duhur nga stafi mjekësor. Por sa e përmendim një gjë është shumë të rëndësishme. Stafi mjekësor në objektin e ri të klinikës së pediatrisë ka sjellë një ndryshim. Dhe këtu luajnë rol kushtet në cilat punojnë stafi mjekësor. Pra, nuk është as pak e këndshme punu në ato kushte cilat po i shohin në objektin e vjetër të klinikës së pediatrisë. Dhe këtu nuk është faji i infermierëve, nuk është faji i mjekëve, është faji i menaxhmentit, i politikës e tjera, që ka mungesë të investimeve dhe krijimit të kushteve të duhura për stafin mjekësor, sepse për të bërë një punë e mirë, një punë profesionale, një shërbim cilësor, duhet të ketë edhe kushte pune. Unë personalisht nuk kisha punu në ato kushte, cilat punojnë një pjesë e stafit mjekësor. Mos harrojmë se stafi mjekësor përveç se punon aty, i kryen nevojat personale, ushqehet në ato kushte. Dhe është jo korrekt në fundit që ta ngarkojmë stafin mjekësor. Nuk janë kushtet e njëjta, zotri Vitia, sigur për pacientat dhe për mjekët. Duket ashtu, sepse nga pamjet që i kam pa dhe nga përvoja që kam qenë aty, nuk është